Në një atmosferë të mbushur me emocione dhe respekt, mirat pranishëm i dhan lamtumirën e fundit Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi, në një ceremoni mortore që u mbajt në Prishtinë. Lajmi i mungesës së Hashim Thaçit, i cili nuk mundi të merrte pjesë për shkak të ndalimit nga gjykata speciale, e ka bërë këtë ngjarje edhe më të rëndë dhe të dhimbshme për të gjithë ata që ishin pranishëm. Kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e shfrytzoi këtë mundësi për të shprehur kritika të forta ndaj sistemit drejtësisë ndërkombëtare. Ajo tha se ky vendim është një akt turpi dhe një shkelje e parimeve të drejtësisë, duke akuzuar organet e Hagës për injorim të institucioneve të Kosovës dhe për shkeljeve të drejtave të njerëzit. Nuk i bën nder askujt, përveç armiqve të lirisë, fakti që Hashim Thaçi dhe udhëheqësit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë sot në 7 penxheret në Hagë. Si viktima të një drejtësie që po bëhet për herë e më tepër një iluzion dhe për ditë e më tepër po shkallmon vlerat, parimet dhe standardet ndërkombëtare të drejtësisë dhe injoron e marginalizon institucionet sovrane të shtetit lirë e sovran të Kosovës. Dhe që amoralitetit dhe falsitetit të vet i vuri vulën me ndalimin e të burgosurit padrejtësisht dhe kundra ligjërisht Hashim Thaçit për t'i dhënë lamtumirën babait vet. Nga ana tjetër, Linda Rama, bashkëshortja e kryeministrit shqiptar Edi Rama, e cila mori pjesë në ceremoninë mortore, shprehu solidaritetin dhe mirëkuptimin e saj për familjen Thaçi. Ajo theksoi se nëna dhe gruaja e një politikani si Hashim Thaçi mund të ndjejnë mungesën e tij më shumë se kushdo tjetër. Ajo gjithashtu shprehu keqardhjen për dhimbjen që po kalon familja Thaçi, sidomos për faktin që ata po kalojnë në këtë moment vështirë pa njëri nga burrat më të dashur. Nuk besoj se një munges mund të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo rezaton shumë përtej këtyre mureve, si një këmban kujtese për dhimbjen e 10 mijëra prindërve dhe grave të kësaj toke, por edhe sakrificën e krejt popullit Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Të qoftë i lehtë dheu Baca Haxhi. Në përmbytje të omazheve, fjala përfundimtare takoi nipit të Haxhi Thaçit, Endritit, i cili shpërndau një mesazh të fortë lidhur me forcën dhe besimin që babai i tij Hashim Thaçi kishte përballë vështirësive dhe akuzave të padrejta. Endriti e përmbyti fjalimin duke theksuar se gjyshi i tij kurrë nuk është dorëzuar përballë sëmundjeve dhe se shpresa për takuar baban e tij është më e madhe se çdo dhimbje dhe sëmundje. Historia e Bacës Haxhi është historia e shumë baballarëve në Kosovë, të cilët përmes dekadave të shtypjes dhe të vështirësive ushqyen tek fëmijët e tyre një shpirt pathyeshëm. Është historia e tyre që me asgjë tjetër veç vendosmërisë i mësuan bijtë dhe bijat e tyre se diniteti nuk dorëzohet kurrë, se shpresa nuk shuhet kurrë dhe se liria është trashëgimia më e çmuar. Ai priti. Priti me durim dhe forcë, derisa i biri të mrrinte pranë tij. Sepse një baba nuk largohet kur nga kjo botë, pa i dhënë lamtumirën e fundit djalit tij. Ceremonia mori një dimension tjetër, ku reagimet ndaj moslejimit të Hashim Thaçit për të marrë pjesë në varrimin e të atit ishin të shumta, duke përfshirë edhe reagimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili përdori një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale. Rama e cilësoi këtë akt si një turp të paprecedent dhe një fyerje të drejtë për drejtë ndaj të drejtave të njerëzit dhe demokracisë. Reagimi i tij u pasua dhe nga Richard Grenell, emisari veçantë i presidentit Donald Trump, i cili shpërndau të njëjtin qëndrim në mbështetje të Hashim Thaçit dhe kritikoi gjykatën speciale për veprimet e saj të diskutueshme.